Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord, marrëdhënia me Bashkimin Evropian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete dhe tani më Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme. Dhe e gjitha kjo nuk ka ardhur rastësisht, ka ardhur me punë, ka ardhur me rezultate, ka ardhur nga një proces transformues që vazhdon në çdo, kështu që është edhe një herë tjetër një arsye për të qenë jo thjesht krenar për reformën në drejtësi, por të vendosur për ta çuar atë përpara, duke i qëndruar besnik atij hapi dhe atij vendimi historik që kemi marrë për të ndarë politikën nga drejtësia, për të ndarë pushtetin ekzekutiv dhe legjislativ nga pushteti i drejtësisë dhe për t'ja dorëzuar shpatën e drejtësisë zonjës së drejtësisë, e cila ka nevojë në Shqipëri të mbështetet, të ndihmohet, të mirë kuptohet në një proces ku jo vetëm shpata, po edhe sytë e mbyllur dhe peshorja për të qenë e barabartë dhe e drejtë me të gjithë.